si ike nga Shqipëria? Unë Po, çfarë nisi të tregoj? nga Shqipëria ka qenë isha me një shok, komshi dhe i themi do ikim. I gjetëm kontaktet, edhe i thoj babi që unë do marr rrugën. Edhe babi më tha mos ik. Je i vogël akoma. Jo, unë thash do iki. Po jo tha sepse unë akoma nuk njoh ty se gjithë jetën në gurbet, tani është momenti që ta shijoj që me djalin e vogël, që të paktën të madhen e kam në Angli. Jo, unë nuk kisha vazhduar edhe shkollën profesionale të Harry Fuzi, me dëgjoj, unë do të iki. Ai mendimi tani ajo thënie që vllai në Angli po i merr lekët në për tokë. Jo, po thjesht një jetë për më të mirë. Zgjodha, ikëm, me në autobus, një grup që unë nisëm rrugë e gjatë nga Kuksi më shku në Kosovë. Edhe atë ditë bën një aksident, për pak në ram, ne të vegjël, 16 vjeç, u trem, morëm malin në këmbë, malin doganë, së s'na lejoshin 16 vjeç, do mirëshë nga dogana, malin, nga Morini, sa e bom një ora, gjysore, nuk e mbajme se tani. Po jo, po, ka qenë edhe rrezikshme, po? Po, kemi qenë shumë veta, nuk është isha vetëm unë me këtë djalin dhe ishim, nga ty shkum në Mitrovic, shkum në Bosnjë, po momenti më i keq që unë e mbaj që sot ka qenë Bosnjë. Na futën një podrum me automatik aty, ishim aty. Jemi trem fare se kaluam aty, na futën me automatik aty edhe më fal për kështu, po me neri themi ne çdo gjë u bonda aty, u trishtuam fare, na majten 4 ditë aty. 4 ditë. 4 ditë. Po e keqja, problemi më i madh aty na kape si leska. Tani ky grupi, ndau mu me shokun tim. Më ndau që ishim me shokun që i kishim nisë edhe sot e kam shumë shok. Kishim udhëtimin, po. Po, edhe kam shumë shok. Edhe ti s'dija më në cilin drejtim të shkoja. Po si kishte frikë aty me automatik na futën aty. Çfarë ndodhi? Nga aty në automatik ikim me frikë, kalofshim nëpër male. O zot na ruaj, nuk harroj, kemi flet 3 ditë nëpër Lakna, se më i marr me Lakna, edhe kishim rritur. Domethënë rruga pas ka shkuar 10 ditë rrugë. Po, se kaloshmi 2 javë, po hypshim, ecën nëpër male, u futshna prapë në kamionçina, ikim nga aty kur shohim vetëm ne që thot ai edhe pak kemi në Austri. Nga Austria më sjellin një buk me këtë sallam salcice. Po unë duke ditur se atëherë nuk ka haj asnjëherë mishën e derë dhe gjëra, më jep një buk, po ajo buk shifet buke, po vdisja. Ishte e omël, sa e keq, sa aja do të lash. Ikem në autobus nga aty, ishte një furgon i mbyllur, kur shkojmë ne në Itali, po na ka policia. Ka qenë një aksion nga policia aty, na futën aty, unë 16 vjeç. Habitëm që nuk majten mua ato, sepse një kur i underage du të mashin, ai policës që ku ishëm aty më ka kapur mua, përmbaj se ne po flasim që vetëm grekët ka qenë kështu, po edhe policia italiane, u që në do momente, ka kapur, më ka shtyr dera, bam, më hodhi. Ne ato kapën njëri. Ndërkohë gjithë këto ditë nuk kisha asnjë kontakt me familjen. Jo, mos ku s'kena pas telefon, ku s'ka pas telefon atë. Pra, domethënë ishte edhe meraku i tyre në Shqipëri se çfarë ka ndodhur me ty. Po, ndoshta prindit e mi, ndoshta babai po them që mamai mund të kishte kontakt me atë personin që unë kisha lënë kontakte që do nisesha. Ndoshta ai mund ta kishte mashtruar, është mirë, është keq, sepse ai vetë nuk e dinte. Është historia jote, historia e shumë njerëzve të tjerë, kanë përshtypjen që kanë rrezikuar shumë jetën për të larguar nga Shqipëria dhe për të pasur një jetë më të mirë. Si arrite pastaj nga aty, nga Italia, thash do na marrin në Itali. Ishin sepse në për çfarë se mund të kishte mbetur dhe në Itali. Po, çfarë ndodh aty, duke ai fugoni që ishim ne, rrugës që po ecshim, na u takoshim edhe me grupe të tjera, shtete të tjera, nuk ishim vetëm shqiptar, se u ndam shqiptar mund të ishin vetëm 4, se të tjerët i lam mrena atje, do vishin ditë ishim ditë. Pra ju shkëputët nga ky. Po, nga aty mund të ishim 30 veta, kur na kapën aty, ato gjetën një faturë që se pak a shumë anglishën e ditë, gjetën një faturë që kishim blerë një cigare shoferi në Vjenë, po në Austri, na çuan Salzburg. Aty me një burg aty, i para u burgim një muj ditë. Po kishim coins, e kupton se po kisha marrë lek me vete, ato edhe këto si themi ne çorapet e që marr për ijet. Po. Me çorapet e ije, ma kishte lidh mami mua ato lek. Tu mbrez, normale lekët aty po kisha dhe mysha coins edhe fola që të shtëpis u jam mirë. Kishte lek të huaj apo lek? Euro.
euro se babi normal kishte përgatitur euro. Dhe i përdore këto monedat. Unë jam aty në paraburgim herë e parë jetës time çokolada Milka. Blesha, s'kisha marrë me shumë i do, po i ruja ca do lekët, po i rusha për coin sepse më ishte një kartë, ti i bleshe një kartë, edhe edhe flisha me shtëpis jam mirë gjë, po ta them realitetin isha u mërzit keq fare, 16 vjeç, herë e parë me një kështu ishte sepse nuk kishte një paraburgim, vetëm javën e fundit na lanë jashtë. Na lanë jashtë, domethënë që mu taku me njerëz të ishte vetëm mrena, vetëm një çun tjetër, ai takova aty, ai kishte bë vite aty, thonë. Me kë folje nga familjarët kur i morën telefon? Po po babit, se numrin e babit e dija përmend që akoma e di përmend. Po. Dhe sa momenti parë kur arritën në Londër, dua di isha më mrapa unë më kthyer në Shqipëri. Në Angli. Do të thënë në Shqipëri aty, në Shqipëri babi u gëzuar shoqë që të kanë kthyer. Tani si do të thonë nga Italia, nga Italia na çuan atje në Salzburg, por ka qenë të tregëm një gjë, nga më mrapa do të thoshin të ikishin në Shqipëri. Shkuam 3 ditë në Vjenë. Po në 3 ditë në Vjenë ka qenë frika ime më e madhe. 16 vjeç, po ka qenë një gjë që më besohet. Në mrena në burg ishin pa keq ofenduar, jo racizëm, po ishin zëzak të mëdhej kështu edhe hashin me thika kështu. Ika unë, ku më qelluan dhomë aty, se 2 ditë që po prisha, ika më qelluan gjithë ato za. Unë kisha kujtuar që ishin ai i vogël, fryma e keqe duke folur për ato njerëz jo kështu. Më respektuan shumë mirë gjë. Ika po erdha në Tiranë, nga Tiranë bëra aplikimin për vizën në Itali, po kur do zoti, aplikimi i vizës, aplikimi i parë vizës, më dhan vizën në Itali. Më direkt aplikimin e parë. Po, aplikimin e parë nuk e di, sepse kisha burrin e motrës që mori garant edhe më doli viza. Si nisi rrugtimi yt jashtë Shqipërisë? Do çfarë drejtimi mori? Si filloi të formëzohej? Thash nga ikja nga Italia, e pash Italia nuk është e përshtatshme për mua, doja nosha ishte edhe ajo dashuria që të shkoj te vëllaja, kupton, kur ke dikë që pse kur ke një krah të djathtë, kur një çik këshillon, kur ke diçka është më mirë. Mora rrugën të ikja nga Italia nëpër tren nëpër Francë. Në tren më kapën me bilet, ti nuk lejohesh me këtë vizën. Bëra momentin tjetër mora prap trenin me lana, kupton? Mora trenin, më çefa në banjo derisa ishte kontrolli se kuptoshe që kur kalosh. Më çefa banjo dhe kalova kollaj mirë. Nga aty kam hyrë nëpër rrjeta poshtë kamionit. Jam fut poshtë kamionit edhe vluzën zinxhir aty. Jena fut në traget me një brisk, kam çarë, ja fut mrena dhe kisha rritur nga i kamioni kisha rritur në Manchester. Çfarë peripetësie? Po, nga aty edhe më e keqja sepse me patlajmëruar personi që kështu, që kur të na losh një karburant, të lutem, çaje, mat briskun çaje dhe dil jashtë. Unë e çava. Po pash që kishte polica aty edhe unë ç'a bëra? Të betohemi me dhe ja po më dritën duart kështu. Ai hese shpejt, unë e maja vetëm çadrën këtu sepse ishte çarë dhe nga era do e çante gjithën edhe zoj të bëhe shkak e zgjë. Unë e maja kështu edhe vetëm u dridhja, deri kur shkoj edhe Manchester që ka shku, isha nxirr edhe nga tymi sepse u hapta, nga tymi kur dol aty direkt u shkoj me karbon tjetër, u mçefa. Edhe pak nga anglisht edhe vllai më thonte kështu, gjithmonë kur shkosh vetëm pyeti në dyqan postkodin. Se me postkod vi direkt, më mora të postkodin, kisha pas ca pound, mora i gjë hangra, isha me një park aty, më qeva, erdi vllai mori, nga aty vazhdoj rrugtimi im që jeta. Tani janë këto që fësi ke parë tani këto vesët që punojnë ndërtimet. Po. Edhe jelekët, që punojnë ndërtimet. Ato ishin ndërtues, sa dola ditën e parë nga Anglia, tu dalë që tha vllai, mos dil, sa mos ke merak, se mos u trem. Unë ajo maraku im jo. Unë shoh këto me vesa, ta shqeken policë. Mos dola u kthesha rrugën. Ato frika qen çdo gjë nga këto emocionet e frikës. Po nga aty mora vendimin të punoja në ndërtim ground worker, që ti nimoj pak vllajt.